Sot është 28 nëntori, dita e flamurit kombëtar. Flamuri në NKQZ me shqiponjën 2 krenare është një nga simbolet më të vjetra dhe më të rëndësishme të kombit tonë. Është i njohur fakti që shqiponja 2 krenare u pranua një zërin e beslidhjen e Lezhës si flamuri i kombit shqiptar me 2 mars 1444. Me këtë flamur u shpall pavarësia e Shqipërisë me 28 nëntor 1912. Me kthimin e Ismail Qemailit në Vlorë dhe krijimin e shtetit të parë të shqiptarëve, bëhet edhe standardizimi i flamurit kombëtar shqiptar, i cili është gjithashtu edhe flamuri shtetëror i qeverisë së parë të Shqipërisë. Ky flamur llogaritet si një ndër simbolet kryesore të kombit tonë. Gjatë historisë ati shtoheshin simbole, herë për krenarja e Skënderbeut, herë simbolet fashiste e herë ylli i Davidit apo ai komunist. Por thelbi nuk u ndryshua. Shqiponja 2 krenare e zezë me sfondin e koq. Me këtë flamur QQZ u bë dhe betimi në luftën e fundit në Kosovë, në Maqedoni dhe në Lugin të Preshevës. Flamuri është edhe thelbi i himnit kombëtar, derisa tek popujt tjerë, esenca e himneve ndërlidhet me atë dheun, kombin, luftën, lirinë, sundimtarët Zotin, tek shqiptarët në qendër është flamuri. Pro flamuri QQZ nuk është thjesht një simbol, ajo është historia, sakrifica dhe krenaria jonë. Ushtar dhe e pror, gëzuar fesën e flamurit.